Rreshjet e dendura të kësaj paradite kanë shkaktuar përmbytje në disa zona të komunës së Rahovecit, duke vështirësuar qarkullimin e automjeteve dhe lëvizjen e qytetarëve. Uji ka mbuluar disa lokale, derisa në disa raste të tjera, uji ka depërtuar brenda oborave të shtëpive dhe objekteve të tjera. Rreshjet e dendura të shiut kanë përfshirë edhe shkabajnë e Prishtinës, po ashtu edhe disa rrugë dhe nënkalime janë mbuluar nga uji edhe në komunën e Ferizajt. Se do të ketë rreshje të shiut ka njoftuar edhe Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, por ata njoftuan se gjatë ditës ose dita do të filloj me diell dhe vranësira, të cilat gjatë ditës do të zhvillohen lokalisht, duke sjellë mundësi për rreshje shiu, shkarkime të rrufeve, si dhe breshër në zona të izoluara. Flasim tani për deputetun e zgjedhur të